a ka ndonjë punëtor i cili ka mbetur brenda në minjerë? Po, i ke 4 punëtorë atje, janë atë sistemin e pumpimit që ndrohen në vend të punës. Po. Po mos e ndërkoj rryma s'kan ujtë ekipit e më shkujër nga ndërimi të tretë. Pas djegjes së trafostacionit në Shupkovës të Mitrovicës, i cili e furnizon me energji elektrike minjerën Trepça me flotacion, dyshohet se ka mbetur të ngujuar 4 punëtor. Ne do të marrim konfirmimin e drejtorit të minjerës dhe të shohim se si është gjendja e tyre. Po tentojmë të kontaktojmë me drejtorin e minjerës Trepça. Përshëndetje, zotris Adiku, jam Ajlinda, gazetare Veriu Info. Nëse mundesh me na u prononcu, a është e vërtet se mbrëm, do me thënë, për shkak të djegjes së trafostacionit sot është ndaluar furnizimi me energji elektrike në Trepç, në minjerë dhe në flotacion? Informacionin e keni gardin jë mbron, po kjo ka ndodhur sot në orën 7, pas një ngarkesë, pa punues, ka ora 7. Dhe më ka ndodhur me ndriveve. Po, dhe të më thënë, a është duke vazhduar tash procesi i rregullt, apo çfarë është duke ndodhur? Minjerë? Jenë të punu ekipet, të ora 3, është edhe ketë, në ka dalë mbështetje dhe kurse, po jenë në afërte, dhe se shumë shpejt komu u kryer këtë. Do me thënë, ende nuk është sanuar problemi? Jo, hale, po afër jenë. A mundesh me më tregu, do me thënë, a ka ndonjë punëtor i cili ka mbetur brenda në minjerë? Po. I 4 punëtorë atje, janë atë sistemin e pumpimit që ndrohen në vend të punës. Po. Po mos e ndërkoj rryma s'kan ujtë ekipit e më shkujër nga ndërimi të tretë, jenë komunikim të ta. Si është gjendja atyre? Mirë, po. Edhe sa orë ata... Aktivizuar dhe skuadra shpëtimit për çdo rast nëse ka nevojë, domethënë skuadra shpëtimit që jenë intervenant nëse për çdo rast për të ekipit. Po, do me thënë, jeni në kontakt të vazhdueshëm me ta dhe gjendja shëndetësore e tyre është e mirë. Kontakt vazhdueshëm, do në gjendjen e kanë mirë shëndetësore. Dhe për sa orë, do me thënë, ekipet gjitha që i keni mobilizuar kanë thënë se do të sanohet problemi? Po, përse je prej orës 7 kur kanë ndodhur, ekipet jenë mobilizu, ekipet kasinore, kujdestore, po dhe ekipet që kanë ndrymin e parë. Po. Dhe në gjithë pështetit këna lypë dhe për kusë dhe për kjepse. Në ka përgjit pozitivisht dhe besej për në gjësore ma shumë të gjellë normal. Zotiri drejtor, ju falenderoj shumë për kohën.